Tani të dashur shikues, është koha për bisedën e këtij edicioni, ku sigurisht me të ftuarin tonë në studio, artistin multidimensional Shuk Orani, sot do të shpalosim detaje rreth ekspozitës së tij të parë personale e hapur së fundmi në Shqipëri. Shuk është gjithmonë kënaqësi kur të kemi në Ekspres, edhe po e shfrytëzoj rastin qysh në fillim të uru për ekspozitën dhe prezantimin në Tiranë. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Është kënaqësi që të shpalosim sot gjithçka sa i përket ekspozitës të cilën e keni titulluar Sheft. Ka vetëm pak ditë, pra jeni freskët nga hapja në Galerinë e Artit Bashkohor Gocat në Tiranë. Fillimisht nëse mundemi me shpalos pak nga ndjesitë tuaja prej këtij prezantimi, pra si shkoi gjithçka në mbrëmjen e hapjes së ekspozitës së parë personale për ty në shtetin Fqinjë. Faleminderit shumë. Mbaje mend pyetjen, të filloj me diçka tjetër. Kësaj here deshta të falenderoj së pari Galerinë Gocat, Fondacionin Mane, që e ka mundësuar këtë ekspozitë. Pastaj kuratorin special Elton Koritari, i cili u angazhua shumë, jo vetëm në aspektin intelektual, po edhe në aspektin e bashkëpunimit me ekipin e tij të mrekullueshme, po ashtu edhe ekipa e galerisë, pastaj edhe ekipa ime mprapa vi me Dario G, cilët e bën një punë të pamundshme për mu realizu. Pastaj kthehemi prapë te pyetja. Me cilat janë ndjesitë që i ke marrë nga hapja e ekspozitës tënde personale të parë në Shqipëri? Ndjesitë janë shumë të mira, janë të posaçme, pasi që e kisha përshtypjen që në aspektin profesional nuk më mungonte asgjë. Domethënë është ngjashme sikur të prezantimin në Berlin apo në Londër apo diku tjetër. Po një prej dallimeve ishte se unë prezantoja para publikut tonë, para publikut shqiptar, dhe ishte një ndjesi e veçantë. Kjo gjë ka shumë rëndësi, po Shuk na trego pak edhe për procesin e punës dhe përgatitjeve, po besoj se ka një kohë të gjatë që ti tashmë ke filluar me ideu gjithçka deri në detajet më të vogla sa i përket këtij prezantimi. Ideja ka qenë e kahmotshme, ndoshta ka filluar para një viti, pastaj me kohë, siç thojmë ne, janë pjekur kushtet, dhe më në fund kam ra pastaj në kontakt me kuratorin Elton Koritari, i cili ka përpiluar së bashku me mua në fillim konceptin e ekspozitës, ka pas sa ndryshime me kohë, pastaj kemi pas disa sfida sa i përket edhe inteligjencës artificiale në kuadër të ekspozitës e kështu me radhë. Po si u ndave me publikun shqiptar dhe me dashamirët të artit bashkohor atje? Unë besoj shumë mirë, me sa pash kishte profile ndryshme, kishte kurator ndryshme, kishte gazetar, njerëz të medias, njerëz nga biznesi, drejtor të galerive ndryshme, kështu që besoj që ka qenë diçka shumë e mirë. Ekspozitën e parë personale në Shqipëri vendosët ta titullonit Sheft. Nëse mundesh më na tregu çfarë fshihet prapa këtij titulli, ndoshta mundesh pak me e përmbledh. Duke të patëm pak edhe bisedë pak më herët, është një fjalë që ka kuptimin vetëm gjuhën angleze. Ashtu që e kuptoj unë është një drejtim i punëve pa ndryshuar me një farë formë kahun atë trungun kryesor, domethënë me një formë avancim, domethënë te kalim në diçka tjetër pa e lënë anash pjesën tjetër. Kjo ka qenë ideja e Eltonit në këtë rast. Sigurisht. Ti pate mundësi sigurisht të takohesh përsa afërme edhe me vizitorët që kanë qenë të pranishëm në hapje të ekspozitës. Na trego ndonjë koment ose ndonjë përshtypje që ata e patën qysh në minutat e parë të derisa i vizitonin të gjitha veprat që ti ke realizuar, sepse puna jote është punë multidimensionale, pra prek fusha të ndryshme të artit. Aty është pak e vështirë, pasi që ndoshta shumë vizitorë kanë dëshirën diskutojnë pak, se ndrojnë, parashtrojnë pyetje, është e pamundshme të jesh, domethënë i gatshëm po e pamundshme të arrish me kohën të takohesh me të gjithë ose të kthesh përgjigje, pasi që ndoshta kanë qenë 200 ashtu diçka njerëz që kanë qenë në hapje, edhe mirë po, çka ka qenë ndoshta interesant, çka duhet ta përmend, ekspozita është ndarë në 2 akte. Akti i parë është akti i dritës me një farë forme, akti i dytë është akti i territ. E akti i parë, përveç inteligjencës artificiale, është i caktuar, është i rregullt, është ajo që e bën pritshmërinë,
më thonë e përmbushme një farë forme pritshmërinë, deri tek inteligjenca artificiale, e cila dhe më thonë është e paparashikueshme. Pastaj akti i dytë është akti i zbulimit, dhe më thonë me një farë forme zbulojnë njerëz me anën e një elektriku, zbulojnë se si shikohet ndoshta piktura. Zbulojnë dhe thonë me një farë forme komplet të ri. Jo për asaj dhe më thonë në momentin e parë që e shoh gjithë veprën, mirë po shkoj edhe zbuloj detaje ndryshme dhe krijohet me një farë forme një ndjesi komplet tjetër. Po këto vepra që i keni prezentuar në Shift, janë vepra të cilat i keni realizuar vjetëve të fundit, apo janë diçka që është punuar enkas për këtë ekspozitë personale? Ka disa që është punuar enkas për ekspozitë, po janë edhe kombinimet të veprave të vjetra. Enkas për ekspozitë është përgatitur inteligjencë artificiale, dhe më thonë një lloj avatari, një lloj dublimi i artistit vet, i cili pastaj ndahet prapë në dësh dhe diskuton me vetveten. Kjo ka qenë, domethënë, diçka inovative. Me sa kam parë për gjatë humbtimeve, nuk ka diçka që ka ndodhur në spektrin e artit. Po pikërisht të doja thoja, sepse nuk është që artistët e prekin ende as shumë inteligjencën artificiale në punën e tyre, kurse ti je prej atyre artistëve që përkundrazi nuk i shmangesh as pak teknologjisë. Po besoj që këtë feedback, si ta them kështu, këtë vlerësim e ke marrë edhe nga bashkëpunëtorët në këtë rast. Ka aty këto disa diskutime në këtë drejtim. Normal që kam hezitu në fillim. Jam nga jo pjesa, edhe pse kam studiu 2 akademi, do të njëna ka qenë komplet digitale, tjetra akademia shtypit dhe advertising, kombinu me dyjat me art. Të me thonë, me një farë forme, edhe kam pas një kohë kur jam marrë intensivisht me fotografi, kalimi prej filmit në aspektin digital ka qenë pak i vështirë, mirë po ka të treguar, dhe me thonë një farë forme që jam i gatshëm. Në ngjashme ka qenë edhe tek inteligjencë artificiale, mirë po kam qenë shumë kurreshtar ta di se çka fshihet mbrapa. Dhe me thonë çka është efekti i saj. Edhe pse deri sot unë s'kam krijuar asnjë vepër nuk e kam që kam krijuar përmes inteligjencës artificiale. Domethënë, me një farë forme është një lloj instrumenti i cili shërben eksperimentimit, ndoshta zbulimit ose diçka inovacionit, cilën e kemi bërë domethënë së bashku edhe me shkencëtarë ndryshëm në kuadër të Universitetit të Hamburgut në këtë rast. Pikërisht kjo është me një farë forme qëllimi i avancimit, pse jo edhe të inteligjencës që kam, sepse që inteligjenca artificiale është 100 fish ma e mençur se sa unë, edhe aty këtu t'jep ndoshta ndonjë ide ose të krijon ndonjë përshtypje, të krijon diçka që duhet shumë kohë, domethënë të lexosh, të hulumtosh për me ardhur në atë pikë se ku dëshiron të jesh. E kjo ka ndikuar shumë pozitivisht domethënë këtë drejtim. Shumë. Po shuk duat ndalem pak edhe tek bashkëpunimi me kuratorin e ekspozitës, është Elton Korritari, të cilën ti sigurisht se qysh në fillim e falenderove, duat pyes pak si ka qenë bashkëpunimi me të, edhe sa e ndari kënaqur nga mënyra ndoshta se si ai e ka kuptu botën tënde artistike, dhe pse jo pastaj e ka letu procesin e punës të bashkëpunimit mes ju të dyve, sepse është hera parë që punoni bashkë. Po. Është hera parë, edhe të them të drejtën jam befasu pozitivisht, pasi që nuk e kam prit një angazhim aq tillë, domethënë aq të madh sa e ka bën Eltoni së bashku me ekipin e tij që ka mbrapa, domethënë ka lloj organizate ta quaj e-album, e ka emrin, cilët edhe më herët domethënë kanë bërë punë që duhet vlerësuar lart, domethënë kanë bërë punë kulturore, publikime librash ndryshme, domethënë në aspektin ndërkombëtar, implementim ndryshëm edhe të aspektit kulturor që ka të bëjë edhe me fëmijët, që ka më pëlqen shumë, dhe domethënë nuk është treguar vetëm në aspektin e përmendur më përpara në aspektin intelektual, mirë po edhe në aspektin e punës fizike, se na domethënë do të instalohet ekspozita, ka punë brapa gati se një javë. Njerëz nuk e dinë këtë, domethënë e shohin vetëm rezultatin në fund, ama puna mbrapa vi është nganjëherë 7, 8 njerëz, 10 njerëz, 12 njerëz, varësisht prej asaj se sa ka nevojë. Domethënë shfaqen problemet pa prituna, shfaqen, kështu që domethënë është një punë fenomenale që e ka realizuar Eltoni.
Mund të mi bashkë me i shpalos pak edhe veprat të cilat i ke ekspozuar në këtë ekspozit. Çfarë i karakterizon ato dhe çfarë përfaqësojnë ato nga krijimtaria jote artistike? Ka nga spektri i ciklit transcendencë, dhe më thonë që janë dy veprat karakterit, dhe më thonë edhe ato eksperimental, e quja ashtu, dhe më thonë, e ndërlidhi punën shpesh edhe me fizikën kuantike, ju në aspektin shkencor, mirë në aspektin artistik. Do të thonë vepra monumentale mbi 5 metra madhësi, pastaj ka qenë edhe integrimi i veprave të Homo sapia, ose njerëzimi i kohës sotme, cilat do të thonë kanë të bëjnë së bashku me krijimin pastaj të inteligjencës artificiale, kanë të bëjnë edhe me një farë forme zhvillimin e modernitetit njerëzor, cilat edhe janë kombinu. Pastaj të kalojmë, nuk i dija kitë përgatitën pyetjen edhe për inteligjencën artificiale. Patjetër, mund të mi këtu, ta vazhdojmë tutje, s'ka nevojë për pyetjen. Po ndërlidhet njëna me tjetrën, është me një farë forme kompletim i disa gjërave, sheft në këtë rast, me një formë avancimit tërës në përgjithësi. Pastaj kalojmë edhe tek inteligjenca artificiale, punë cilën si ide kam pasur të më herët, duke pasur parasysh me një farë formë problematikën e identitetit ose krizën e identitetit. Unë e shoh ashtu, është mendimi jam personal që ne kemi krizë të identitetit, duke filluar nga unë vetë. Atë ka lind pastaj ideja të krijojmë një avatar i cili diskuton edhe për identitetit. Mirë, po këtë identitet e kemi da në dësh. Këtu nëse të lutem nëse ke diçka ekstra si pyetje. Jo, në fakt i përmbledhet të gjitha ato që doja t'i merrja pikërisht nga përgjigja jote, sepse edhe duke lexuar... ta mora punën. Të lutem. Duke lexuar edhe, si them kështu, tekstin kuratorial, dhe aty më la përshtypje një frazë thoshte, nuk është një ekspozit për inteligjencën artificiale, por është vlerësuar se sjell historinë një artisti që nuk ish manget pra as pak teknologjisë. Dhe më interesante ta dija e vlerëson të sakt këtë? Po, është e sakt, se nuk ka qenë, dhe më thënë, koncentrume si ekspozit për inteligjencën artificiale, apo ekspozit e inteligjencës artificiale, mirë po, ne kemi futur si pjesë të ekspozitës, e cili me një farë forme e determinon të quj kështu edhe inteligjencë artificiale, e cila, dhe më thonë, këto lloj papritshmërit, këto gjanat që janë aspekti njerëzor, nuk mundet me i përballu. Po i përpunon me një farë forme komplet ndryshe. Po shok, çfarë do thoshe ti se duhet të marrë vizitori, publiku, i cili ka me shku me vizitu shiftin në Galerinë Gocat në Tiranë, pra çfarë do të marrë nga kjo ekspozit? Për brenda Galerisë Gocat është një staf shumë profesional, të hequr nga galerisja Ina Bulku dhe me ekipin e saj profesionale. Besoj që çdo vizitor e ka mundësinë të futet në një formë dialogu me veprat, mirë po edhe me stafin e galerisë, dhe aty nuk munden të paragjykoj se çka marrin, apo si është diçka e hapur, do të thonë secili ka një perspektivë komplet ndryshe. Kështu që besoj që ndikon mirë, ndikon të krijohet ndoshta një lloj dialogu për krijimin, pse jo edhe të projekteve që sjellin të mira në ambient, sjellin të mira në mjeksi, sjellin të mira në tek rinia, sjellin të mira, do të thonë në fusha ndryshme të jetës që ka Shqipënia, pse jo dhe Kosova. Mirë, po besoj që i përmbledhëm të gjitha sa i përket kësaj ekspozite, shok, po të falenderoj shumë për kohën dhe për fund, ndoshta je duke punuar edhe ndonjë projekt tjetër, pse jo, sepse e di që ti nuk ndalesh të punuar asnjëherë. Kam disa projekte, njëri do të jetë së shpejti besoj në Itali. Kam edhe këtu në Kosovë, jemi duke punu e ka përmen edhe ma herët, s'po guxoj me folë para se me u realizu ta ma. Po, kemi, për ndryshe kemi një fondacion të artet që kemi kriju së bashku me kolegun Kujtim Dobruna, edhe jemi në përgatitje për hapje së shpejt, dhe më thënë, të prezentojmë edhe artistë shqiptar. Kështu që janë bukur si shumë punë, nga njerë është vështirë edhe me u kujtu për gjitha. Po besoj që
do të ndikojnë të mirën e sidomos të artistëve në këtë rast. Tjetër, uroj që gjithçka të shkojë mbar, edhe faleminderit edhe një herë për kohën dhe që gjithmonë nuk hezitoni me bashkëpunu me Ekspresin. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Kënaqësi.